Diferenca mes vlerës me të cilën u privatizuan godinat e ish kompleksit Partizani dhe asaj që rezulton nga ekspertiza e SPAK-ut ishte në qendër të seancës së radhës në gjykatën e posaçme. Sipas prokurorisë së posaçme, Jamar Bërmaltezi dhe personat të tjerë që u njohen pronar të truallit të ish kompleksit Partizani blen godinat ekzistuese për rreth 500.000 euro, ndërkohë që ekspertiza e kryer gjatë hetimeve i vlerëson ato në afro 5 milion euro, një diferencë që sipas akuzës përbën bazën e dëmit ekonomik të shkaktuar shtetit. Në seancë dëshmoi Elvira Lame, një nga ekspertët që mori pjesë në komisionin e vlerësimit të godinave në vitin 2008. Gjatë pyetjeve të prokurores Enkeleda Milonaj, ajo pranoi se për vlerën fillestare të objekteve komisioni u referua një dokumenti të vitit 1997. Prokuroria pyeti nëse ishte në dieni se ekzistonte një akt kontabël i vitit 2000 dhe nëse ishte marrë në konsiderat nga investimet e kryera pas vitit 1997. Këtë të vitit 1997 na i kanë vënë në dispozicion, u përgjigj Lame, duke shtuar se komunikimi bëhej me degën e shërbimeve. E pyetur nëse ishin përfshirë investimet e kryera ndër vite, ekspertja deklaroi se komisioni kishte vlerësuar vetëm objektet shtetërore. Te klubi i futbollit është kërkuar vlerësimi vetëm i objektit shtetëror dhe jo i shtesave nga të tretët që ishin bërë pa leje. Kemi përcaktuar vlerën vetëm për pronën shtetërore, tha ajo. Milonaj e pyeti gjithashtu nëse vlerësimi ishte bërë sipas çmimeve të tregut. Nuk mund ta bënim vlerësimin sikur kishim apartamente. Nuk krahasohet një apartament me objektet që vlerësoheshin, u përgjigj ekspertja. Sipas dosjes së SPAK, Komisioni i vlerësimit në procedurën e privatizimit të klubit shumëportësh Partizani përcaktoi se vlera ndërtesave ishte rreth 450.000 euro me kursin aktual. Megjithatë, ekspertiza urdhëruar gjatë hetimeve nga prokuroria e posaçme arriti në përfundimin se vlera reale e tyre ishte rreth 4 milion euro. Edhe për klubin e futbollit Partizani, diferenca rezulton e konsiderueshme. Raporti i hartuar nga ekspertët Elvira Lame dhe Sali Preçi e vlerësonte kompleksin në rreth 100.000 euro, ndërsa ekspertët e SPAK e çmuan atë në afro 1 milion euro, rreth 10 herë më shumë. Për prokurorin, këto diferenca kanë sjellë një dëm ekonomik prej mbi 436 milion lekësh, ose rreth 4.5 milion euro në dëm të shtetit. SPAK solli në vëmendje edhe marrëdhënien mes ekspertes Elvira Lame dhe Jamar Bërmaltezit. Sipas dosjes hetimore, Lame rezulton njohja e Maltezit dhe më pas kanë bashkëpunuar me kompaninë e tij Home Plan. Në dosje përmendet edhe një dokument i datës 3 dhjetor 2011, sipas të cilit Elvira Lame ka përgatitur një certifikat vlerësimi për llogaritë të Maltezit për një truall prej 3.000 hektarësh tokë në fshatin Prisk për një pagesë prej rreth 1.200 eurosh. E pyetur nga SPAK për marrëdhënien me Maltezin, Lame deklaroi se e njihte prej vitesh, por në kohën kur kreu vlerësimin e pronave, nuk ishte në dieni se si përfitonte nga procesi. Procesi gjyqësor për dosjen Partizani do të vijojë me dëshminë e dy personave që konsiderohen kyç nga organi i akuzës, ish presidenti Bamir Topi dhe ish ministri të mbrojtjes Fatmir Mediu, të cilët pritet të pyeten mbi procedurat që çuan në privatizimin e ish kompleksit Partizani.